أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله الأجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Vëllezër të dashur, fillimisht me lejen e përshëndesëm me Assalamu alaikum, duke e lutur Allahun Xhelal në këtë ditë në të cilën jemi është ditë e diele dhe të njëjtën kohë jemi në fillim të muajit Rabiul Awwal sipas kalendarit hijri, në mes gati pjesa e parë e fundit e muajit janar vitit 2013. Me lejnë Allahu Xhelal, kjo është takimi jon i pestë me tematikën fjalë për historikun dhe tregimet e pejgamberëve. Padyshim që në 4 takimet e kaluara kemi folur për jetën e Ademit alayhis salam, i cili është njeriu i parë dhe të njëjtën kohë është njeriu për të cilin Allahu Xhelal këtë e ka kriju prej dheut, që do të thotë është i pa babë dhe është i pa nanë. Andaj Ademi alayhis salam dhe karakteristikat që lidhen me Ademi alayhis salam vërtet ishin shumë ishin të një interesi të veçantë, ishin të interesanta, edhe sa që njëri lexon këto fragmente edhe këto ajete, madje edhe këto citate dhe këto hadithe që flasin për jetën e Ademit alayhis salam, Kurreshja janë bëhet hala më e madhe dhe ka detaje në të cilat është e pamundur në 4 ligjëratat me i përmbledh. Prandaj të dashur të mi, unë ju kërkoj të gjithëve që të lexoni më shumë për jetën e pejgamberëve, e sidomos për jetën e babait ton, i cili është Ademi alayhis salam, njeriu i parë prej dheut dhe prej lozëve të tij, krejt njerëzit deri në ditën e Kiametit do të rrjedhin. Kështu që pasi që Ademi alayhis salam u zhgënjye shumë me rastin e Kabilit, i cili u quhe vllau me vet, i cili Habili ishte njëri prej besimtarëve shumë të devotshëm të Allahut Xhelal, por edhe të njëjtën kohë ishte shumë i ndëgjueshëm i babës të vet. E Kabili me atë ditë kur e vrau, Ademi alayhis salam nuk pranoi mu taku kurrë me Kabilin. Edhe atë vend banimi ku jetonin ata, do të thotë jetonin në male, Ademi alayhis salam bashkë me lozën e tij, cilët ishin marrë për kushtum, kurse loza e Kabilit, e cila ishte djali, do të thotë i Ademit alayhis salam, mirë po i rebeluar ndaj mësimeve të Allahut. Kur themi i rebeluar, këtu ka detaj, nuk e kemi për qëllim me thonë që në bila ka qenë politeist apo ka qenë jo besimtar, mos e keq kuptoni. Po i rebeluar në kuptimin, do të thotë i ngarkuar me gjunahe dhe me mëkate. I ngarkuar me gjunahe dhe me mëkate. E krejt këtë, të dashur të mi, e vërtetojnë pastaj se krejt lozat që të kanë më vonë, më të rebeluarit, më të mëkatuarit, më të ngarkuarit me gjunahe, kanë qenë pikërisht për lozës së Kabilit, i cili ka shtit dorë në vllaun e vet në Habilin. Edhe kështu që vëllezër të dashur, Allahu Xhelal do të thotë e kuptoi, nëse një figurative bën me thonë, e kuptoi vëllëfin dhe idhnimin e madh të Ademit alayhis salam. Se u idhnu shumë Ademi alayhis salam, u mërzit madje thuhet se kur njëherë Ademi alayhis salam lë të tij nuk ju tërë, se ka dashur shumë Habilin. Edhe zakonisht, subhanallahu, sprovat ndodhin ma që e dhe mas shumë. Qoftë në vlad, qoftë në një antar familje, qoftë vllazë, na kena, alhamdulillah, pjesa ma e madhe jonë kena shumë vllaznik, po këtë vllazë nuk i dojnë një. E ki parasysh, dikush ka shumë motra, po këtë të gjithat nuk i ka në nivel të afërsisë, e kështu me radhë. Edhe kështu që ndodhë sprova, edhe Ademit alayhis salam i ka ndodhë pikërisht sprova në djalin që e ka dashur mas shumëti. E Allahu Xhelal dëshiroi t'i zavendësoj këtë dashuri me një djalë, këtë detaj nuk e kemi kallëzuar. Këtë detaj nuk e kemi kallëzuar, prandaj do ta kallëzojmë edhe këtë detaj, pastaj dalëm edhe në pjesën e Idrisit alayhis salam.
Detaj që është shumë interesant të dashur të mi është se Ademi a.s. u idhnu shumë, edhe u mërzit shumë edhe nuk ishte insan që këtë popull dhe ftyrë toke që kishë mundësi me pajtu, qysh me guxu djali i ti, pra vlau me vlau. Edhe këto konsiderat dhe qëka tepër të jashtëzakonshëm. Neve vazhdinë najnë aqë është e nëmë me vëllë njerëzit pa biga i rihak, sa që në këto kohëra, në glëpë, në këtë botën, ka aqë shumë gjakderë dhe sa që neve nuk në duke të interesant. Ademi a.s. nuk ka duke tepër dhe qëka jashtëzakonshëm, dhe qëka tepër e nëmë ka mujdaj me ka përdi që është me thonë lajse kur gjësush. Me vëllë njerin, nuk ka gjuna më e marë pas shirkut, se me vëllë njeri pa biga i rihak. Edhe ky, u quë e vëllë njeri pse Allahu Habilit nuk ja pranoj kurbanin e Habilit ja pranoj kurbanin. Për që ka u quë e vëllë. Edhe këtë idhnim ja zavëncoj me një gzim, Allahu të gjenar Ademit a.s. edhe ja fali një fëmi Ademit a.s. me emrin Shef. E djali ti Shef është i vetëmi për djemëve të Ademit a.s. që pastaj diturin të cilin e ka pas Ademi a.s. e ka transmetu për Ademit a.s. Me një fjallë, Ademi a.s. si kur filloj me u kom i rezervu ndaj fëmijëve të vetë. Edhe pse ata tjerë nuk ishin faj, mirë po dante diturin të cilin e Allah ja kishë mësu. Shkena thonë atëra, wa allema Adem al-esma kulleha, Allah ja ka mësu këtë emërtimet, ka ditë Ademi gjithë shka. Qka i nëmëjtë njerit në tokë, këtë i ka ditë. Orën që të me fakultet të krymë, me plët kuptimin e fjallës. E që të dituri, tash, Allah e kalon, në zonë si me shku të mësu, si me marë mësim, qështu e kalon? Allahu Gjelal. Ma di Allahu Gjelal, njerëzve ka zbitet në libra të shajta, edhe ato libra të shajta, ka mujtë zëtë në homerë, një lexani edhe qështu keni me besu. Po ja, ka dërku pe i gamber, që këto libra të shajta me i, spjegu, kjo i bjen, si të na për shamu, mu që prindi me abre fëmiju të vetë libra të shkollës, edhe ma do më shkeni shkollë, po unë e ja mësë. Ja du të më shku shkollë, du të mësu se me t'i spjeguhe, me t'i sharuhe, me t'i testuhe, ku t'a dimë. Kështu që, vëllezër të dashur, Ademi a.s. tash filloi mësimet cilet idente, dhe ju është afru deka, ku afrohet ka viti 960, kjo të njësi ka bo 960 vjetë, ka ndru jetë Ademi a.s. Epse, fillimisht ka pos dëshim me tunimi vjetë mirë, po 14 vjetë, disa verzime thëmë 60 vjetë, ja ka folë, do të Davudin a.s. Atëherë në ezel, kur Allahu Gjelal, kur vetë ka kërku pe Allahu, ka thonë që kjo dhurrije, që ta prej lozës tem, prej korrizit tem që po dolin, prej anës djallë që po keshe me ta kush janë ta janë prej banorëve të gjenit. E që ky, kush e që ky, dhe ky po morë mas 100.000 vjetë pas teje, e ku armin Davud, ku më kom pe i gamber, po shumë i bukur. E so ku me jetu ky, o Allah, e jemi dashnu, ka thonë ku me jetu 60 vjetë, ka thonë parë vërëzët, e unë so ku me jetu ka 1.000 vjetë, ka thonë, pro 14 vjetë, pe i me e unë me afola ti, e me jetu 100 vjetë. Kër i ka bona 160 vjetë Ademi a.s. I ka orë me leku e morë shpirtin, ka haru Ademi a.s. se 14 vjetë, një verzirë të 60 vjetë, të është nësën 60 vjetë, ka bona 140 vjetë, ka haru Ademi a.s. se e ka folë 14 vjetë Davudin a.s. Edhe i ka thonë me leku, halon e kam ku dhe 14 vjetë, verzirë të tërë dhe 60 vjetë. Atër ka thonë Allahu, haraj Ademi e harun pas ti edhe pasarësët. Edhe që me se të rëtosh, ku ju afru tash të vdekjes, Ademi a.s. dëshërej këto mësime, këto dituri që kanë të bëjë me besimin e pastër, me tauhidin, mja transmetu djallit ti cilin, do më thonë, tash mos e kish ka Habilin, se e kish vra Habilin, tash dëshërante me zavënsu këtë djall që ajë të mëllu të rolin e predikusit, e kumtusit, e hoqës, në dhurrije në trashëgimtar të Ademit a.s. Edhe afrën shifin, shif e ka bënë, Sh-I-F, shif, disa thëjë shish, mirë po shif e ka posamin, edhe vëzët të dashur, shifi ka qenë njëri për njerëzve cilët shumë, do thot e kanë transmetu diturin ilmin, rrëth Allahut, rrëth emërtimeve të dynjas, me një fjallë të gjithë të mësime që i ka posë Ademi a.s. ja ka transmetu djallit vetë, ja ka lënë emanet, një farforme, ja ka trashëgu djallit vetë, pra shifit. E pas shifit, ka ardhë lajmëtar nebi,
ka ardhur Idrisi. E Idrisi është babgjyshi i Hazreti Nuhit a.s. Nuhi është pejgamberi Resuli pari, kurse Ademi a.s. është pejgamber nëbi. Shithi pejgamber nëbi, Idrisi pejgamber nëbi. Qa i bjen pejgamber nëbi? Pejgamber nëbi i bjen muslimanve me ju mojt vajzë. Në thonë, forcone imonin, më lëqoni për në din, keni frikë Allah, keni kujdes, më lëqoni për në dinin e Allahut, që kjo është për qëllim, dhe më thonë lajmëtar, me i lajmëru, ata që në rrugën e Zotit me i forcu, me i inkuraju, me i nëzit, kurse ata që kanë fillu me qupeve, të kënë Zotit. Kjo është lajmëtar, i thuhet në gjuhën e terminologjisë islame, i thuhet nebi. Kurse pejgamberi Nuh është pejgamberi Resul, në kuptimin që u haru besimi. Kur u haru komplet besimi, edhe njëse kanë fillu, kena me bisedu në shësunëm sëtë njën, kena me bisedu qysh ka prezentu shirku. Në kohën, dhe më para orën se Nuhit a.s. Ta shkjasu për Idrisin, i cili thëtë Allahu dhu gjelan në surën Maryam, ajeti 56-57, wadhkur fil kitabi Idrise. Dhe në Kur'an, o pejgamber, Allah i këtë pejgamberit, dhe në Kur'an, o pejgamberin, përkujtu pejgamberin Idris. Innehu kana siddiqan nabiyya. Ky ka qenë i dashuri, i cili ka qenë i vërtet dhe lajmëtar pejgamber. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dhe kemi ngrit. Edhe Allahu xhelal Idrisit i dha shumë bereqet davet. Njerëzit pa të fillu ka pak më ule i thit, jo në kuptimin e shirkut, por në kuptimin e vanimit të ashtat namazit, kuptimin e ndonjë mashtrimit, kuptimin e ndonjë imoralitetit saktun, që shkemi thonë, që shu përhap zinoja të pas arsit e Ademit a.s. Edhe Idrisi arriti me lejnë Allah, krejt ata të cilit kishin fillu me shumë rrugën e Zotit, me këthy në rrugën e Allah. Sa që Allahu dhul Gjelal e përhapi lojmin e ti në qilë, këtë me laqët e dinët, se kujti flet Idrisi, krejt thejnë bonë musliman. Krejt bonë qka? Bonë të forcët e musliman në konë krejt. Por kanë qenë besimtar të fuqishëm me fjallë Idrisi. Idrisi ka ditë me fuqishëm, ka pas një oratori te për të zhvillume. Kujt ja ka mësy, ja ka mu shmene. Madje, atë ka qenë një fuqishëm, Idrisi a.s. në prezentimin e argumenteve, atë që ka qenë i but, atë që ka qenë i bëndës, atë që ka qenë i afrushëm, atë që ka ditë me t'i bo gjanat e interesante të qashtet e dinit islam, sa që Allahu Gjelal për ja përhap muhabetin e këti njeriu i të sukseshëm në dinin islam edhe tek banorët e qenë. Edhe madje me loqët më zveti përbojnë muhabet se qysh Idrisi a.s. për ka mundësi njerëzit me këthy në dinin e Allahut dhul Gjelal. Edhe me i mësu. Madje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i pari prej pejgamberve nëbi, Idrisi a.s. ka ditë me shkru. Do më në zbëlu shkrimin në kohën e ti. Madje në kohën e ti, në që i ka trashegu mësime prej Ademit a.s. që shtonë të shifit, e për shifit, të Idrisit, ka ditë madje edhe artët marciale me punu, që të vetë mbrojtjes. Pastaj, ka ditë Idrisi a.s. vllazni edhe do të thotë ka qenë rrobaqes. Ka ditë me kirë, edhe thotë pejgamberi a.s. Kur nuk e ka fut gjiponën në tesh, e për ta nxjerrë edhe për ta tërhiq edhe për ta lidh pullën apo pajk për të lidh, e që nuk ka thonë subhanallah, e që s'ka thonë la ilaha illallah, e që nuk ka thonë alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Me një fjallë e ka përmen Allahun dhul Gjelal. Edhe tjetër ku Allahu dhul Gjelal e përmen në Kur'an, wa kana wa kullu min as-sabirin. E këta krejt që i përmen Allah janë prej njerëzve shumë sabërli. Atë shumë Allah e pje bereqet Idrisit, sa që Idrisi a.s. një herë për hirave po takot me një melek, prej melekëve të Allahut dhul Gjelal, edhe po i thot melekut Idrisi, a ka mundësi mund taku mu me melekun e vdekjes? Mu ma po që të mundësi mu taku, pëse qka ku të ndë, thot po du, thot unë thot mi kërku ati, që aj me kërku Allahut, që mu mos pa ma morë shpirtin tash, nëse kam vdekjen shumë ofër, mos ma merë shpirtin, se populli ka nevojë për mu. Kuptimin që unë jam interesu me përhapë hajrin, jam interesu me pengu sherrin, jam interesu me këthy njerëzve në rrugë të Zotit, jam interesu me janë gjithë njerëzve dorën, edhe me forcu në udhën e Allahut e kështë të mëra. Edhe kështu që vëzët të dashur,
aq shumë e kanë dashur Idrisin, edhe melekët e Allahut, saqë i kanë thonë meleku, është hadith të vërtet, i thotë meleku dhe është rasti i vetëm bud, do më thonë që pejgamberi Idris ndron jetën në qiell. Është rasti i vetëm në botë që njerëz me dekin në qiell. Veç Idrisit i ka ardhur deka, vëllezër të dashur në qiell. Krejt banorëve tokës i vjen meleku i vdekjes, do të thotë në tokë. Dhe shumë është interesant që fjala të lypan, që thonë të lypan qiellën, e gjetan tokë. Te meleku i vdekjes ka qenë ndryshe. Ka thonë të lypan tokë e gjetan qiell. Shumë është interesant. Qysh? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u taku meleku Idris, kur u taku pejgamberi Idris, lajmtari, pra nebi, tash dini parasysh çka është. Pejgamberi Idris po takohet me melekun, edhe me njëri prej melekëve, nuk dihet cili është ai melek. Thot, a ka mundësi mund të taku me melekun çka? Me melekun e vdekjes. E meleku atë shumë e ka ndosht Idrisin, sa që ka thonë po, mëre, hajde na shkujna nalë në qiellën dhe zatet, melekun e vdekjes. Kur ka shku në qiellën e parë, qiellën e dytë, në qiellën e tretë, në qiellën e katër, edhe ju taku me melekun e vdekjes. Tash, ky meleku, po i thot meleku të vdekjes. O meleku i vdekjes, a e din ti kur ka me dek Idrisi? Thot, po, thot, më ka kallëzu Zoti se deka e ti është shumë afër. Thot, madje, unë në tokë jam të e lyp e kërkos jam të e gjetë. Subhanallah, thot, në tokë jam të e lyp e kërkos jam të e gjetë. Thot, jo, thot, meleku i vdekjes, i ndëruar i meleku i vdekjes, thot, unë Idrisin ta këmësil, që ku është me neve. Thot, kjo orë, me timi po shëfot të Allah që mja shtuj pak ymrin, se njerës të ka nevoj për hydajetin e ti, për udhëzimet e ti, për mësimet e ti, për diturit e ti. Edhe vëzët e dashur, thot, vendimi i Allahut është marrë, unë në tokë jam të e lyp, nuk jam të me gjetë, e dashti Zoti. Madje thot meleku i vdekjes, që kjo shumë është pjesa e fundit është shumë interesant. Thot, ku më ka thonë Zoti, që më ka thonë Zoti, o meleku i vdekjes, kemi marrë shpirtin Hazreti Idrisit në qiellin e katër, ku më thonë subhanallah, qysh ka mundësi ai marrë në qiellin e katër. A të kuptoni? Ku më ka thonë Zoti, o meleku i vdekjes, kemi marrë shpirtin të Idrisit në qiellin e katër, në filën ditën, thot, unë e qysha të sahatin e posha që mes meje edhe mja marrë shpirtin Idrisit janë e 2 minuta. Edhe bësha detë, subhanallah, ku po do me dorë kjo sprëvë. Qysh ka mundësi Zoti më thonë, kemi marrë shpirtin edhe pak minuta në tokë se më të mujtë me gjithë kërkën. Thot, edhe më ka thonë qiellin e katër. E këtu binda se Zoti është i gjithdijshëm, edhe është i gjithëmundshëm, edhe këto ma sjellin qiellin e katër, edhe thot, o melek, ty që ma ke sjellën, domethënë Idrisin, mes jetës edhe vdekjes ti janë sa një lëvizje çerpikën. So ka mundësi me marrë ku me lëvizje çerpik, çeli syt edhe çeli syt, janë ballapjas qitat e sekundit, thot çka ka me ku. Ky tash më bën regjen, ne për jetën se njerëz kanë nevojë për to. Vendimi i Zotit ka marrë fund, Hazreti Idrisi duhet me dorëzu shpirtin, edhe a merr shpirtin Idrisit a.s. në qiellin e katër. Tash, për më vërtetu këtë këtu, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj pushon 7 polçie. Kena thonë, me trupe me shpirt e ka marrë Allahu dhul xhelal duke qenë në Mekë. Kur e ka çuar në 7 polçie, në qiellin e katër me konuzatet me Idrisin a.s. Uzatet me Idrisin a.s. respektivisht u taku me shpirtin e Idrisit a.s. se pejgamber paratit të gjithë ka ndru jetë. Tani masane kodë në kurvin të pejgamberi Isa kja me spjegu edhe këtë qështje qysh Allah e ka ngrit me trupe me shpirt, e Isa a.s. që dalot për Idrisit, është se Idrisit Allah e ka marrë shpirtin, kurse Isa a.s. si pas mendimit shumicës djetarëve, e ka njën gjallë është në qiell. Disa djetarë thënë ju, Allah e ka botë të vdekur, e kur dënë me e zbrit për mu vërtetu para në emrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se mu bo kiameti ka më zbrit Hazreti Isa a.s. ja këtën shpirtin. Mirë po mendimi por është më i saktë se ai ka më kthy në tokë me dek që me dalë në shesh që pejgamberi Idris është pejgamberi i vetmi i cili ka ndru jetë në qiellin e katër, që është do të thotë në qiellin e katër, për të cilin këtë e vërtetën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është taku me pejgamberin Idris, ku thot qala sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi alaihi salam, fa atayna as-samaa ar-rabi'a, dhe i ardhëm në qiellin e katër,
qile men hadha rojtarët e qiellit. Që do më thonë, secili kat i qiellit e ka rojën e vet, thot men hadha, kush o ky? Tha Xhibrili, ky është, tha unë jam Xhibrili. Tha e kush o me ty? Tha me mu është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tha në rojtarët e qiellit, o kad ursile i lehi, ajo është shpall pejgamberia, o shpall pejgamberia këti pejgamberit, fjala është për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dietarët e nxjerrin një mësim këtu, thonë se edhe me lesh nuk din përveç atë çka mëson Allahu, sa ta kanë pyet, ajo është shpall pejgamberia, a ky ka që 13 që pejgamber këtu, që do të thotë kërkosh nuk mundet me ditë kurrë për ghaibin, për mësimet sekrete të Allahut, përveç Allahu kuj dën me mësu. Nuk ka me leç, do që çfarë vazifeti kanë, çfarë punë kanë me kon rajtor qiellit parë, qiellit dytë, qiellit tretë, qiellit katërt, e mos me ditë ata çka bëhet këtu. E bëni mend vazhdim një pyetje me ju e bëj. Me leç të Allahut që nuk gabojnë edhe nuk shqasin edhe nuk lajtitin, nuk din sekrete, ka mund me ditë falltor, ka mund me ditë magjistar, ka mund me ditë zerë bazat, që shkojnë njerës të thëjnë qërëve që ka përbot me mu, ka mund me ditë horoskopi, me les të Allahut, që gjenë pa gabushëm, s'ka bojnë ata se Zoti ka kriju mos me gabu, nuk din ata, edhe ata nuk kanë në qasje në sekrete, ilmën gajbë, ju gajbë në dini qashë. Në mësane cilat Allahu dhu gjelali është i vetë një qitin, edhe ka qasje në tu, se vetë i ka kriju gjele gjelali hu, ka mundet me ditë njeri ju i cili ka muhu Allahu, se njeri mu bo shejtan, me bo zbashkëpunim me shejtan, do të mos pore me muhu Zotin. Puna e parë, mu po se e bazë, vlazni, puna e parë, që ata ty me të besu, në u dhubila, falë, o Allah, mos kur për i gojistem, me marë koronën me shtinë të cikë. Që shtu tani, bo është se e bazë. Kejta bërdushat e gjërdushat e kejta, që shtu bojnë. Edhe qëka bojnë, e mjojnë në amën të haqëllakut, hëgjë filoni, nuk është hëgjaj, edhe treqë. Me marë koronën në u dhubila me bo nevojën, me vogën, me bo nevojën e modë, du të me qenë koronën e me bo në u dhubila, stakë për Allah. Që shtu bojnë, lazni. Valla, bila, që shtu bojnë. Edhe tani du të me hinë sistem, që të ta me implementu standardet e tyna, ta i kanë vendus të standardet. E që shtu duhet. E ka mund të njëri që e shonë fjallën e Zotit, e më kënë Allahun, me mëhanë Allahun, me pas qasjen sekretet Zotit, e me loqët e Zotit që janë, do më thonë, krijesat pastërta, që nuk gabojnë, nuk shasin, nuk lajtitën, nuk i din. Me argument qile o men hava, se kanë gjuhë pejgamberin. Meleku Xhibril, po të zbret 13 vjetë, për vjen pejgamberin të alisën për i kalëzën, a dëmtarë për mbështetësit e Xhibrilit nuk e ka njoftë, për shambull pejgamberin a.s. Se, kjo është argument se ka gjonat e cilat Allahu filan me laqeve ju kalëzën, filan me laqeve nuk ju kalëzën. E ta shpikti argumentit të nëzirë mësim, për të sa me laqet Allahu jenë shumë atë mira se shumë krijesat tjera. Edhe nuk kanë qasje në disa gjështje caktume, ka kanë qasje faltor, se e bozët, e përshëta muslimone e ko haram i besu, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajë që i shkanë vësh me nejtë me faltorit, vësh me i morë me pini kafe me ty o përdësh. 40 ditë s'pranohet namazës, ti të mu falë, ama 40 ditë nuk pranohet. E ki të sigurt 40 ditë, ashtu i bjenë, so namazë, 200 namazë, i bjenë? 4 herë 5, 14 herë 5, 200 namazë, do më thonë nuk pranohet të Allahu të gjelarë, se veç pse ke nejtë ti me se hirbasë. Me faltur edhe ma ati cili pretendon në u bila se din magji apo është magjistar. E për këtë arsye unë këtë e potencova se nuk ka shumë kohë deri në thirrjen e zonës dhe 2 minuta. E lusë Allahun te bareke ve teala më na dhon mësime edhe porosim në këtë drejtim që na me kuptu. Domethënë, kena mësuar Ademin alayhis salam, kena mësuar shifin i cili është do të thotë lajmtari i dytë, pastaj kemi mësuar Idrisin, i cili është lajmtari i tretë, edhe vina te Nuhi, i cili është nipi i Idrisit. Hazreti Idrisi është babgjyshi i Hazreti Nuhit. E Nuhi alayhis salam është pejgamberi e Resul i pari, pejgamberi e Resul i pari, kurse pejgamberi nebi është Ademi alayhis salam, është shifi edhe është Idrisi. Tani masani pas Nuhit alayhis salam ka me pas nebi shumë, ka me pas lajmtar shumë, sa që në kohën e Benu Israelve ka pas pejgamber që shko sot hëgjën. Filën hëgjën, filën katunin, që ti katunin ka hëgjën e vetë, që ashtu ka pas pejgamber në kohën e Benu Israelve. Për shambull,
thuhet se ka ardhur një arabe plak te Isa a.s. Ka kam djalin qarë, a ka mundësi me lutë Zotin me ja kthy syt, se ju dini Hazreti Isa ka pas këtë mundësize, e lutë Allahun çuret e ka kthy syt, e ka prej deknin me lejen e Zotit u kthy një jetë, dini këtu. A ki parasysh ka thonë ju, se ka thonë ti je arab, e ai që vjen pejgamber, që morë për arab dhe për jo arab, thot ka vaktin me dal kur do thot pas një kohë pasi unë të largohuna për tokë. Që me një fjalë me kallëzu që secili ka pas xhamatin e vet, ka pas vendin edhe kohën ku është dashur me thirr njerëzit në fenë e Allahut te baraka ve taala. Andaj vëllezër të dashur, këto janë disa mësime shumë pika të shkurta për të cilën prap ju bëj me dije që në secilën të dielën në orën 11:30, në orën 11:30 minuta, gjysmë ore para namazit drekës, inshallah do të flasim për pejgamberin e arshëm, që është pejgamberi Nuh a.s. në listë që ka parapo në zonë si Ibn Taymis, do të thotë Ibn Kathiri rahimahullah në librin Qasasul Anbiya, tregimet e pejgamberëve, që është një libër voluminoz, është një libër shumë interesant. Pastaj ky libër është, do të thotë, është volumtuar, edhe është sqaruar, është zbërthy, është komentuar, është kritikuar në kuptimin shkencor. Kur themi është kritikuar në kuptimin shkencor, do të thotë njerëzve ja u kanë sqaruar domethënë se çka ka pas për qëllim Ibn Kathiri me shpjegu, do të thotë ngjarjet të tregimet që kanë të bëjnë me pejgamberin e Allahut dhul Jalal. Unë mendoj se secili pejgamber i ka ato veçoritë e veta, i ka ato karakteristikat e veta, i ka ato, do të thotë, performancat e veta që pak a shumë dallohet prej tjerëve, e pejgamberi alayhis salam që është bula pejgamberis, prej secilit çka është dallu, prapë ka kalu. Ç'kjo është ai dallimi? Domthonë, për shembull Ejubi alayhis salam ka qenë imam i sabirin, ka qenë imam i sabër. S'ka pas njëri që ka pas sabër më shumë se Ejubi alayhis salam. Pastaj Nuhi alayhis salam, pastaj Ibrahim alayhis salam. Mirë po, me secili pejgamber që ka pas secilin veçori, pejgamberi alayhis salam ja ka tejkalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tejkalu, prandaj me të drejtë Allahu ka thënë imamul mursalin wa khatamul anbiya'i wal mursalin, për është vula pejgamberëve, qofshin lajmëtarë ta an-nabiyyin apo qofshin al-mursalin, pejgamber rasul, për të cilin pak a shumë veç pe e vrejnë ju atë dallimin çka është në kon pejgamberi nabi dhe çka është në kon pejgamberi rasul. Faleminderit shumë për mendje, e lutem Allahun gjithë të mësime, Allahu xhelal më nai pranu, Allahu xhelal më na mësu me përfitu, dhe të njëjtën ku ja Rabbi me dashnin tonë që kena ndaj pejgamberëve tu, ja Rabbi në ditën e kiametit me na bashku. Allahu ka mundësi se kush është ditën e kiametit me ta, në emrin të Allahut xhenemit ka më kështu. Përndryshe, është larg tyne, na'udhu billah, Allahu xhelal ka mundësi me na dëmë. Allahu musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Tërazon Allah.